Lufta në Ukrainë ka një ndërkombëtarizim, por nuk është puna aty, puna se thua duket një reakcion zhinxhir në vazhdim, për shembull involvimi i Koreas së Veriut dhe marrëveshjet të cilat po shkojnë drejt një intensifikimi. Osmani, çfarë po ndodh? Është lufta në Ukrainë, është retorika që po mbaron, ndërkohë po vazhdojnë mobilizim ushtarak i Federatës Ruse, mobilizim i trupave të reja koreano-veriore, mobilizimi i gjithë vendeve për rreth konfliktit ka frika se mos hapen zjarret e konfliktit dhe në vendet e tyre, apo edhe kjo është pjesë e një teatri, po me të vdekur të vërtet. Jo, nuk është pjesë e një teatri, në fakt unë u përpoqa që ta verifikoj pak të historinë e 5.000 trupave koreane, diku më del, diku nuk më del, pra nuk e kap ajo stetoskopi, nuk e kap gjithandej. E kete BBC-a, ta qoj linkun unë. Jo, e pash ke BBC-a, po flas, u tentova ta... Sigurisht që ke tasi nuk mund tjetë. Jo, po si shofë se nuk as di rusisht. Ndodh që edhe BBC-a për shembull bën ndonjëherë që bie në kurth. Reuters i ka rënë shumë në kurth. New York Times i ka, pra kanë rënë një pjesë e madhe e media. Gjithsesi, nuk është ky thelbi. Thelbi është, a është e gjitha një teatër apo jemi përballë fakteve konkrete dhe të reja. Ajo që po ndodh atje duket qartë që ka një skenar që të dyja palët po bëhen gati për të përcjell mesazhe, qoftë nëpërmjet luftës dhe avancimit në terren, qoftë nëpërmjet deklaratave publike. Situata në Ukrainë dhe në Kursk është e tillë që të dyja palët në këtë moment, edhe Ukraina, edhe Rusia, janë duke ndërtuar akuza që secila nga palët e ka thyer atë marrëveshjen që u arrit me amerikanët një mujore për të mos goditur infrastrukturën energjetike dhe të dyja palët kanë thënë se ka patur shkelje. Madje Rusia ka njoftuar dje Ministria e Mbrojtjes se ka rrëzuar 93 dronë të Ukrainës. Ukraina thotë se na kanë rrëzuar. Ka plot lajmet përditshmërisht ka nga këto. Pra, ndërkohë bombardimi Kharkivit, bombardimi Odesës, bombardimi në Kiev. E gjithë situata, zoti Zhej, është në funksion të marrëveshjes së madhe ndërmjet Amerikës dhe Rusisë dhe ndërmjet Ukrainës. Çfarë do të marrë Ukraina pas 3 viteve luftë? Aty më rrit, ti beson që do ketë një marrëveshje midis së Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë? Sepse Trumpi është shumë i frustruar nga vetëpëritë e Putinit. Unë e kam thënë që në fillim atë që besoju në raport me marrëveshjen hipotetike SBA-Moskë. Kam thënë dhe vazhdoj ta mendoj të njëjtën gjë, që Amerika nuk ka për t'i dhënë gjë falas Moskës. Trumpi përdori një skem që unë do të vi dhe për 24 orë shkojmë në marrëveshje paqe, që i kam thënë gjithashtu se në rastin më të mirë mas 6 muajsh, nëse arrit Trumpi, është madhështor fare, nuk do të jetë lehtë, sepse as Putini nuk ka për t'i dhënë atë që pret. Madje në ditët e fundit kemi parë që Donald Trump e ka shprehur indinjatën dhe mërzinë e tij nga mënyra se si po dhelpëron Vladimir Putini dhe Rusia.